Këtë të diel me fillim nga ora 18 në palestrën sportive dhe Ivan Idol do të zhvillohet turneu në futboll të vogël për gjimnazistët në organizim të organizatës sportive Rrjeta e Yjeve. Abdullah Dauti nga kjo organizatë tha se turneu realizohet falë mbështetjes së afaristëve kreçovar dhe bëri thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë. Ai njoftoi gjithashtu se për 4 ekipet e para do të ndahen edhe shpërblime. Deri tani janë organizuar 2 turne të volejbollit me pjesëmarrje domethënë të gjimnazistëve, ekipat kanë qenë me gjimnazistë dhe këtë radhë në fundjavë dëshirojmë të realizojmë një turne për futboll, njëjtë me gjimnazistët e shkollës mesme komunale Drita. Ku organizohet? Turneu do të zhvillohet ditën e diel, më datën 21 shtator në Ivan Idol. 8 ekipa do të marrin pjesë, domethënë nga secila gjenerat nga 2 ekipa dhe për të u bërë pjesë, domethënë precipitimi është falas, vetëm për gjimnazistë. Do të thonë vetëm gjimnazistët kanë drejt të marrin pjesë. Po. Sa ora fillon? Turneu do të fillojë në ora 6 pasdite dhe do të zgjas deri në mbarim, domethënë do jetë një turnir një ditor direkt me eliminime deri sa të shpallet fituesi. Cili është apeli për pjesëmarrësit që të marrin pjesë në këtë? U bëjmë thirrje të gjithëve kërçovarë dhe edhe jashtë që të marrin pjesë në turne, qoftë si publik ose qoftë edhe të luajnë për ndonjë ekip, se sporti është diçka që domethënë bashkon edhe në mënyrë kolektive edhe ekipore dhe gjithçka. Është një rivalitet i bukur mes shokëve, po ashtu edhe nxjerr diçka në sipërfaqe për shkak ndonjë talent kërçovar ose. Po, fal sponsorëve kërçovar. Ky turnir realizohet domethënë fal atyre. Vendi i parë do të ketë 500 euro, i dytë 300 euro, i tretë 100 dhe i katërt 50 euro.